nuk besoj në miqësore, në çdo ndeshje futet për ta fituar ndeshjen. Kështu u shpreh në konferencën për media tekniku Silvinho, duke nënvizuar se çdo ndeshje luhet për t'u fituar. Mëtej Silvinho zbuloi për gazetarët edhe mesazhin më surprizues që mori pas imposhti Serbin. Kam marrë shumë komplimente dhe shumë urime. 10 ditë më parë, kam pasur bisedë telefonike me Roberto Mancinin, ka qenë edhe Zabaleta e stafi aty. Pas ndeshjes, ai më ka shkruar: "Bravo Silvio, ke bërë shumë mirë në këtë ndeshje dhe për mua mendimi i tij do të thotë shumë", zbuloi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.